Zotë Dauti, ndërkajsha mund themi se mbrojtja ajrore pra e Turqisë është një lëvizje pra drejt pavarësisë ushtarake nga aleatët? Po, kuptohet që është, sidomos me flotën e bajraktarëve që investon Turqia me të madhe të dronëve, ka formuar një pavarësi dhe kuptohet që raketat të atyre dronëve i prodhon vetë Turqia dhe industria e mbrojtjes së Turqisë tani për tani ka arrit dikon 70% të gjithë armatimit ta prodhoj vetë, ende nuk e ka formuar independencën e plot, sidomos nga perëndimi, po 70% është shumë më shumë se sa 10% çka ka qenë në periudhat e mëhershme. Kuptohet që asnjë shtet nuk mund të realizojë 100% pavarësi, 70% është një shifër serioze dhe kuptohet që ato do të arrijnë ndoshta deri më 80 dhe 90. Si investim më i fundit është tankët Altaj, të cilët kishin disa pengesa për shkak se kishin një marrëveshje me Gjermaninë që motorët e tankëve t'i merrnin nga tankët Leopard të Gjermanisë, po Gjermania i bëri sanksione, mandej bën një marrëveshje me Korenë Jugore, të cilët i furnizuan me disa motor, po në ndërkohë janë duke prodhuar motorët e vetë për tankët Altaj, dhe këtu duhet të theksojmë që pasi që i mori sistemet mbrojtëse kundërajrore S-400, SHBA-ja i bëri sanksione Turqisë dhe po ashtu Evropa, shtetet e Evropës, dhe tani Turqia nuk mund të marrë pjesë për aeroplanet F-16 të cilët i kanë, po ashtu nuk mund t'i blej aeroplanet F-35 të cilët i kishte paguar dhe ishte në proces për t'i marrë, prandaj dhe Erdogan dhe qeveria e Turqisë kanë vendosur që të prodhojnë aeroplanet e vetë, dhe deri tani ka disa projekte që i kanë realizuar, janë aeroplanet Hurkush, Hurjet dhe Kan. Kan është aeroplani sistemit të gjeneratës së 5, është një ndër më të mirët në botë, që mund t'i prodhoj vetëm Rusia, Kina dhe SHBA-ja, pra Turqia dal nga dal është duke u bërë një yll në mbrojtjen ajrore dhe në luftat moderne. E qartë, për zotit Dauti, si ndryshon ky sistemi i ri pra i mbrojtjes ajrore nga teknologjitë e mëparshme që ka përdorur Turqia? Po kuptohet që më herët o dash që çdo herë të kërkoj leje prej amerikanëve për t'i mbrojtur interesat e veta. Një shembull të tillë kemi kur turqit vriteshin në ishullin e Kipros nga grekët, nuk mund të intervenonte Turqia pa lejen e amerikanëve. Mirëpo në atë kohë vjen në pushtet Erbakan, i cili është paraardhësi në fakt i Erdoganit, dhe ai vendos në vitin 1974 pa lejen e amerikanëve që të sulmojnë ishullin e Kipros dhe e pushtojnë një pjesë të Kipros dhe sot e kësaj dite Kiproja është e ndarë. Por kuptohet që amerikanët në atë kohë për disa vite ju bëjnë sanksione turqeve, pra gjatë gjithë periudhës turqit nuk kanë mundur t'i mbrojnë interesat e tyre. Mirëpo tani ata nuk mërziten shumë se si do të reagojnë amerikanët për shkak se kanë industrinë e vete dhe kuptohet që tani ata shtetet që janë armiq me Turqinë frigohen nga forca ushtarake e Turqisë, por në veçanti frigohet Izraeli dhe Greqia.